CNA përmes një shkrimi i zbërtheu skenarin e Arvin Salianit dhe Grida Dumës, ku Babalja për interesat e tij përdor ekranin përmes Grida Dumës për karrierën e tij politike. Në një bashkëbisedim me ndjekësit, kreu i PD-s Sali Berisha foli për këto skenare duke thënë se studiot televizive të kontrolluara nga Edi Rama hapën emisionet e tyre me djegjen e pallatit në Tiranë dhe nuk vun përpara përgjegjësisë ndërtuesin, por opozitën, sepse nuk ka reaguar. Çfarë ndodhi tjetër, i dashur mik? Studiot televizive të kontrolluara nga Edi Rama hapen emisionet televizive me djegjen e pallatit, por jo për përgjegjësinë e atij që ndërtoi me fasad kashte, për përgjegjësinë e atyre që me firmën e tyre zhduken çdo hapësirë për zjarfikset. Jo për ata, po për opozitën në mënyrën më të vështirosur të turpshme, se opozita thanë nuk reagoj në një kohë kur ne kishim jo reaguar, po kishim mbi reaguar të paktën me 10 deklarata nga Selia, nga rrjetet sociale, nga salla e parlamentit. Dhe tani duhej që të fshihej, të maskohej fakti që pallati u dogj se ishte fasad kashte. Të maskohej fakti se pallati u dogj sepse zjarfikset nuk penetronin. Dhe duhet dilte opozita se Gjoja po bashkëpunoj ka me Fatmir Xhafën, se ai është vllai, askush, është familjar i Fatmir Xhafës. Askush s'ka sulmuar Fatmir Xhafën gjerësot sa Sali Berisha. Dhe vërteta është që dikur dhe unë e kam quajtur Armando Lilon të afërt të Fatmir Xhafës, po ai nuk ishte. Dhe unë nuk mund të them kur me vetdije një gjë që nuk është. Po ku e kishin hallin ata? Ata donin të fajsonin opozitën për të mbrojtur Lubin, për të nxjerrur një aleancë opozit Fatmir Xhafa që dilte Lubia fitimtare. Berisha u shpreh se kjo po bëhej për të fshehur dhe maskuar faktin se pallati që u dogj ishte një fasad prej kashte dhe u hodhën akuza se opozita po bashkëpunonte për Fatmir Xhafajn, ndaj dhe nuk kishte reaguar, në një kohë që ka patur disa reagime nga demokratët, nga Selia, parlamenti dhe vendngjarja për këtë çështje.